që besoj të gjitha këto janë rritje domethënëse dhe pa diskutim plotësisht merituara për një skuadër të madhe që rrit në mënyrë të qëndrueshme performancën dhe rrit në mënyrë të qëndrueshme dhe cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Nuk dua të zgjatem më shumë, dua vetëm të uroj që ky inovacion i fundit i OSHE-s dhe fillimi i krijimit të një rrjeti të furnizimit me energji të automjeteve elektrike të nxjisë blerjen e tyre dhe të nxjisë rritjen e numrit tyre në qarkullim, pavarësisht se krahasuar me pak vite më parë numri është rritur në mënyrë të ndjeshme, por krahasuar me numrin e përgjithshëm të automjeteve është ende mjaft modest. Dhe besoj që edhe fakti që OSHE-ja do të ndjeki një politikë agresive, do ta quaja nxitje, duke i dhënë mundësi të gjithë atyre që e karikojnë automjetin e tyre elektrik në parkimin e apartamentit apo të shtëpisë tyre që ta blejnë me të njëjtin çmim që blejnë energjinë për konsum shtëpiak, që është një çmim shumë i ulët, por që justifikohet me faktin që duke qenë një karikim i ngadalt gjatë gjithë orëve të natës është ekonomikisht i përballueshëm nga OSHE-ja, ndërkohë që sigurisht duke u futur në treg si një aktor kryesor, OSHE-ja do të imponojë edhe një rregullim të menjëhershëm dhe të përgjithshëm të një tregu ku kemi parë në jo pak raste keqkuptime të mëdha të tipit që po ngul ca karikus në rrugë edhe po i jap njerëzve energji me një çmim ku e ku më të lartë se sa ai që po e marr nga rruga. Jo, kjo nuk mund të jetë kështu dhe pikërisht për këtë arsye çdo aktor privat që do të hyjë në treg me drejtën e vet do ta blej energjinë nga OSHE-ja me një çmim të mirë përcaktuar që nuk mund të jetë asesi çmimi i marrjes së drejt për drejt a thua se po e merr nga parkimi i shtëpisë. Besoj shumë që jemi në rrugën e dur dhe besoj shumë që OSHE-ja dhe gjithë sektori energjetik do të na japi arsye të tjera madhore për të dhënë lajme të mira për publikun edhe për të vazhduar të forcojmë bazat e rrugës sonë për Shqipërinë 2030. Por vetëm fakti që Shqipëria 2030 do të jetë një vend sovran në aspektin energjetik i thot të gjitha tjerat. Shumë faleminderit.